Trafiku i rënduar që paralizoi për 5 orë të gjithë kryeqytetin ka vënë në rrezik edhe jetën e qytetarëve që kishin nevojë për ndihmë mjekësore. Të gjitha urgjencat shëndetësore, përfshirë edhe maternitetet, raportojnë se shumë pacientë nuk kanë shkuar në kohën e duhur në spital për shkak të bllokimit në trafik, por fatmirësisht, asnjëri prej tyre nuk ka rrezikuar jetën. Trafiku i rënduar dje, sipas informacioneve të qytetarëve që kanë ardhur të kanë kërkuar ndihmë shëndetësore tek ne, natyrisht kanë ndikuar ndjeshëm në vonesën e ardhes në kohën e duhur në spital. Të gjithë pacientët që janë shtuar rrethërisht në 8 orë kanë shprehur si thosh një lloj pakësie dhe një lloj stresi, do thoja, për sa përket kohës gjatës së ardhes në spital. Disa pacientë që kanë kërkuar ndihmën e policisë dhe kanë ndihmuar policia për të shpejtuar në trafik që të mbërrijnë në kohën e duhur. Përveç pacientëve që kanë mbetur me orë të tëra të bllokuar, edhe disa mjekë kanë patur të pamundur të kthehen në vendet e tyre të punës. Unë dje, do të rrethos 4:30 kam ikur nga puna, në drejtim të Unazës për shtëpi. Dhe kam marrë shtëpi 7 peçerek. Unë dje mendoja me vete. Çfarë urgjencë do të shkoj atje? Nuk kisha ku shkonje. Ose nëse më thonë hajde prapë se ka një komplikacion i smundjes, ka ndodhur diçka. As para as mbrapa s'bën dot. Po ne për fat të mirë, në atë moment nuk patëm në një emergjencë madhore që të ndodhte diçka e tmerrshme. Po ashtu edhe autoambulancat e urgjencës së Tiranës, të cilat duhej të transportonin në qendrën spitalore pacientë që kishin nevojë për ndihmë të specializuar, janë bllokuar në trafikun kaotik nga mesdita deri në mbrëmje.